Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Do bëjmë një mesazh për ju, për kësaj radhe kam pyetur letra duke i përzier cila është e vërteta e peshkut, dhe prandaj duke marrë si një mesazh të vërtetën e juaj. Cila është e vërteta juaj? Është e mrekullueshme, të dashur. Mos të mashtroj me pak kësaj fotografie që është jashtëmanse e bukur, por për të arritur këtu, ka qenë një rrugë e gjatë. Një rrugë e gjatë, të dashur, dhe quhet qelja. Më në fund, kënë një letër, një person i fuqishëm i veshur me ngjyra të gjalla është ulur mbi një lule lotusi. Rreth saj apo rreth tij, që mund të jeni dhe mashkull, nuk ka rëndësi, shpërthejnë ngjyra, jetë, lule, gjithçka rrezaton plotësi, gjallëri dhe dashuri të mishëruar. Ajo është thellësisht rrënjosur në tokë, por njëkohësisht e lidhur me dritën e shpirtit. Ajo nuk është më në përpjekje, ajo tashmë është qelur, ajo tashmë po lulëzon. Ke kaluar në terr, në ferr, luftë të mbrëmshme, shtypje, por dhe shërim. Tani kjo letër thotë, je gati të lulëzosh, të dashur peshqi, dhe më bëj qefi për të gjithë ju të lulëzosh, mos e mbaj më brenda atë që je, apo që e ke mbajtur, atë hidrim, atë peshë, atë kaluar, atë shqetësim. Mos e mbaj më. Është koha ta ndash me botën, të thuash, po, e përjetova dhe fatmirësisht e kapërceva, e kalova. Ti nuk je më në proces të formimit, je në fazën e shprehjes dhe pranimit. Kjo letër është thirrje për të shijuar, për të jetuar me ngjyra, për të mbushur hapësirat me dashuri, për të shpalosur talentet, për të ndriçuar absolutisht aty kudo që të shkelesh, aty kudo që të shkosh. Pra, kjo letër është qelja jote, që nuk ka nevojë për lejen e askujt. Nuk je më në përgatitje, je në mënyrë sikur po shfaqesh në sfond apo para një publiku. Nga rrënjët e dhimbjes, po lulëzon drita jote, të dashur peshqi, më në fund.